Alhamdulillah, wa kafa, wa sallallahu wa sallam, wa baraka ala Mustafa, wa ala alihi, wa sahbihi, wa man wala. Falëndimin të nësi të kumet me Allah subhanahu wa ta'ala, të ati përgjërom që të ravdroj dhe të vërgoj dërgunë e ti Muhammedin sallallahu alaihi wa sallam, familjen, shokët dhe gjithë umetin e ti të vëzgjërë. Të ndodhë vëzër, ardhja njerëzve deri te hidajeti, tek udhëzimi ose tek përudhja, është etap. Dhe më thonë, përjashto ata të cilët e kanë trashëguar udhëzimin nga një ambient familjar, përgjithsisht njerëzit nuk e kanë udhëzimin në kuptimin që ka ndodhur për një çast. Në çast ka ndodhur një etapë, jo komplet udhëzimi. Një etapë mund të jetë reflektimi, një moment mund të jetë kur ki pas një dyshim ose ki pas një pyetje që ki dash me gjetë një përgjigje, një moment mund të koni sprovës, një moment i zhgënjimit, që janë kanë shumë etapa derisa kjo ardh te ajo që na e quajmë udhëzim. Mirpo, shpesh ekziston mungesa e zbërthimit të një realiteti që kisha pas dëshirë sonte me trajtu në hyrje të kësaj ligjërate. Është e pjesa me e pa që periudha e parë e udhëzimit, ose periudha e parë e fetarizimit, ose periudha e parë e ngjyrosjes me vlerat e islamit, është ajo periudha e orientimit, ku ti veç je duke orientuar. Nuk është që je islamizuar me plot kuptimin e fjalës. Është e qartë, ka filluar ajo hyrja në universin e islamit, po akoma s'kena hyrë në thellësitë e tij. Ndaj sot po duam me bë këtë lloj shpjegimin në kuadër të dy termeve që zakonisht i referohem kësaj në ligjërata, e që kisha pas dëshirë edhe me imponu këtë lloj terminologjie për arsye se ban shumë mirë. Domethënë fjala hidaye ose huda ose domethënë e shqipëruar si hidayat, zakonisht kur përkthehet si udhëzim. Dhe udhëzimin në terminologjinë kuranore ose në diskursin kuranor ka dy kuptime. E ka atë udhëzimin që quhet udhëzimi i orientimit, hidayatul irshad. Edhe udhëzimi i dytë është ai udhëzimi që quhet hidayatut tawfiq, udhëzimi i përudhjes, i suksesit, i mbarësisë, ku ti hin udhë. Kuptimin që udhëzim është edhe vetëm me ta kallëzu udhën. Vetëm me di se kjo është udha është udhëzim. Ndërka që kur hin udhë edhe e jetëson atë, edhe e praktikon atë, edhe e bën realitet, që ajo është ai hidajeti që është si synim final që na çaty domi me mrri. A është e qartë? Ndaj domethënë tek së jena duke i dëgjuar këto ligjërata. Për dikon diçka është udhëzim në shkallën e parë, që është thjesht për të orientuar, e pastaj i kërkohet të kalojë në udhëzimin e dytë që është hidayatut tawfiq, për të mbarësuar, për të përudhur me hin udhë. Për dikë është vetë është në këtë dytën, po i shton orientimet ose e shton bindje në këtë shkallë. Saktësisht, për udhje i bie domethënë që kjo me hin udhë. Udhëzim i bie me kuptu udhën. Udhëzim i bie me morë vesh që i bie, edhe për udhje i bie me hin atë që e ki kuptu se si bie. Për shembull, çka është udhëzim? Thotë Allah subhanahu: "Ya ayyuhalladhina amanu, la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasulih." O ju që keni besuar, mos e nxjerrni asgjë përpara Allahut dhe pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Kujt mos i jepni përparësi më shumë se sa Allahu dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Asesi mos e menoni që diku na më pasën hatrin ose bindjen kundrejt Allahut dhe pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Kjo është udhëzim. Tash a e bën as e bën? Tash do të më kalu te udhëzimi i mbarësisë. Për shembull, thot Allahu subhanahu, kur na tregon çka i bë për udhje, thot wal mu'minuna wal mu'minat ba'dhum awliya'u ba'd. Besimtarët dhe besimtarët janë miq dhe lojal ndaj njëri tjetrit. I përmend Allahu shumë veti të përudhurve, domthonë njerëzve që kanë hin udhë, njerëzve të përudhur. Thot yuti'una wa yuti'una Allah wa rasulahu. Dhe ata i bindën Allahut dhe të dërguarit të tij sallallahu alaihi wasallam. Domthonë tash ti ky i dytë ina me matën ai natë të udhëzuarit, edhe të njerëzve që kanë hin domthonë në udhë. Ai vetëm te koncepti i udhëzimit apo edhe për udhjes. Ose për shembull, thot Allah subhanahu, çka është udhëzimi? Thot fa ilahukum ilahun wahid falahu aslimu. I adhuruari juaj është një, atij dorëzojuni. Atij dorëzojuni. Kjo është udhëzim, çështu i bie. Mirë, po pastaj Allah na ka thonë ata të cilët e realizojnë këtë. Thot Allah subhanahu: "Huwa alladhi anzala as-sakinata fi qulubi al-mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim." Allah është ai i cili u zbret besimtarëve në zemrat e tyre qetësi, dhe stiridhimi i kësaj qetësie ushtohet imanit me imanin që e kanë. Nga udhëzimi kalojnë në përudhje. Pse Allahu subhanahu wa taala ka përmendur këtu sekina? Se sekina është sinonim i istislamit, i nënshtrimit. Ky çaq është i nënshtruar, apo thot Allahu
ju nënshtroni Allahut, se ai është një. Tash po na ka thonë e ka do që çaq nënshtrohen janë shumë qetë. Dhe kjo qetësia që vjen si rrjedhimi në nështrimin ty në veçë ashton besimin, veçse ashton bindje në Allahun subhanahu wa taala. Ose për shembull çka është udhëzimi, thot Allah subhanahu, ya alladhina amanu dhkurullaha dhikran kathira, o ju që besu, përmendni shumë Allahun. Kjo është udhëzim. Pastaj është për udhja, innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allahu wajilat qulubuhum. Besimtarët e vërtetë në Allahun ata të cilët ku përmendet Allahu u forgëllojnë zemrat. Domethënë ky ka himon udhë. Ky nuk e ka dhikrin thjesht diçka e mirë për të bërë. Dhikri ta është diçka që e përcakton, diçka që kallzon kush jam, diçka kallzon, madje disa kallzon dhikri derisa dhe zemra mos unë man kontrollin. Forgëllon zemra teksa përmendet Allahu subhanahu wa taala. Çka është udhëzim? Thot Allah subhanahu. Wa ma hadhihi al-hayatu ad-dunya illa lahun wa la'ib. Kjo dynja është veç habitje. Është dëfrem, është lojë, habitesh. Çashtu është dynjaja. Habitesh. Pastaj ne ka thonë shka për udhje. Thot Allah azza wa jall, rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dhikrillah. Janë do burra si habit as tregtia, as shitblerja, as kurrë prej dhikrit të Allahut subhanahu wa taala. Kështu që pse po duhet me bë këtë hyrjen në këtë mësim? Për arsye se ne në kohën bashkëkohore, në këtë rizgjimin e fundit 30 vjeçar që kemi pasur, që ka qenë prej begative më të mëdha që Allah e ka begatuar këtë popull. Edhe shpresojmë që mirësia e Allahut nuk ka munduar, veç ka mushtu. Se fundi është mirësia e Allahut. Na nuk e dimi ndoshta sa ka pasur udhëzim para 400 vjetëve, para 500, po çat sa më men historia, domethënë kuptimet e sakta dhe të thella të tauhidit dhe të sunetit, domethënë është begative më të mëdha që ka pasur ky popull. Edhe si rrjedhimi kësaj hareje të kthimit në fenë Allahut, e kemi thjeshtëzuar shumë konceptin dhe temën e udhëzuar ose fetare kështu me radhë. Që po shumë njerëz janë të udhëzuar, po janë të udhëzuar thjesht veç e kanë marrë vesh shibeudha, po nuk janë të përudhur. Shumë janë fetar në kuptimin që e kanë një ngjyrim fetar, po nuk janë fetarë e për një mend. Nuk janë fetarë ata të cilët duhet më kanë për Allahun subhanahu wa taala. Ndaj kapitulli i radhës vjen pikërisht me çka do të thënie. Ose të paktën un po kam dëshirë çështu me orientu. Po kam dëshirë çështu me orientu. Kapitulli thot bab al-islamu wal farqu bainahu wa bain al-iman. Kapitulli që flet për islamin dhe dallimin e tij me imanin. Nuk kanë krejt një udhëzim. Nuk kanë krejt një shkallë e fetarisë. Nuk ka krejt një ngjarje e njëjtë. Unë i udhëzum ti udhëzum. Dhe ai është i udhëzuar dhe ata janë të udhëzuar dhe kur ta analizojmë, na jena domthon krejt në botë veti, a krejt thirrmë që na të udhëzum. Krejt thirrmi që domthon i takojmë konceptit të qenit i udhëzuar, po nuk jena shumë sigurt a jemi të përudhur. Jemi të udhëzuar, jemi orientuar dhe kena marrë vesh shibeudha, po sa ju kena nënshtruar kësaj udhë dhe kena hi mirë këtë udhë, e kjo pastaj lë shumë për të, domethënë për të dëshiruar. Saktësisht që kjo përudhja shkon më shumë në shkallë se sa udhëzimi. Domethënë, shpesh ti udhëzohesh te tema e dhikrit. Udhëzohesh te ato kuptimet e përgjithshme. Pastaj përudhësh, a mo kjo është shumë zor me ja çitën shkallën kësaj. Domethënë ti sot i ngon disa derse. I përgjërohesh Allahut, fal namaznate, i bën do vepra, e ku diun çka. E ki një shkallë tjetër të dhikrit duket kurrë një se ki pas më herët. Edhe ndoshta mendon që kjo është shkalla më e lartë e mundshme. Pastaj i ruhesh pi do gjunave. Pastaj e ul për shembull shikimin mbi haramit. Ta jep Allahu një shije tjetër dhikrit mas një kohë thu kurrë një se pas na shiu dhikrit. Pastaj vjen një periudhë që lidhesh me Kur'anin, edhe si rrjedhim e lidhjes me Kur'anin shkon tu shtue për udhja jote në dhikrin, duket kurrë një s'ki bë dhikr. Pastaj shkon një periudhë tjetër e cila fjala bia i sforcon disa tema të zemrës, edhe të pastrimit të zemrës, edhe të adhurimit të zemrës. Edhe çashtu vjen me një shije të re çështja e dhikrit, saqë mendon se pram i udhëzu. Që kjo që gjithherë vend të një shkallë dhe mendon që kulmore, e pastaj ajo e ardhshmja, këtë kulmorën ta kthen në harres, që kjo është për udhja. Që kjo është ajo që nuk nalet. E na duhet me luftu shumë me nejt këtu. Fatkeqësia disha çndron vllazni. Shumë njerëz veç lexojnë, veç ngojnë derse, s'dalin pi udhëzimit të për udhja. Rrin të informatat. Kjo e udhëzimit kjo veç me morr vesh. Iniciativa dhe përpjekja me të zerknena. E kuptut? Ndaj, për shembull, shumë herë ndodh që kena ndoshta diskutime me vllaznitë edhe biseda, edhe shembull shpesh kur vjen puna për me shtu udhëzimin, me shtu takvallëkjen, me shtu fetarin, kryesisht pyetja është me dersa, me libra, me hevz, ku diun çka. Më shumë të kjo pjesë e udhëzimit, nuk është kjo pjesë e përudhjes.
Këtu është puna, këtu është përpjekja, këtu është iniciativa e madhe, këtu është ajo pjesa e sinqertë për ti, për një meju të dash mu ngrita dhe mu afru Allahut subhanahu wa taala. Ndaj, nëse e kuptomi që paska prej udhëzimit në për udhje një rrugtim, dhe nëse hen rrugtim duke udhëzuar e runë për udhjen dhe duke e investuar në për udhje e veç shkon shkallë, atëra që është mirë këtu me menuna, se cilin vetë me menun ku është, në cëtë shkallë është. Cilën dush ibadet merre, menoj të cila shkallë je. Për shembull, cila është shkalla fjala bie për shembull, me u thjesht pak më shumë. Për shembull, ti e ke mësuar librin e tauhidit. Edhe ki morë shumë domethënie që kanë të bëjnë për shembull, aty janë 10 kapituj se si diçka konsiderohet shirk i vogël, nga që zemra është orientuar diku tjetër krahas Allahut. Jo mu lidh, se mu lidhesh me shirkët mund të shkon ka shirku i madh. Po domthonë janë disa fjali, disa shprehje, mos e thuaj ke shprehje kështu se kështu, apo janë disa gjeste kryesisht kur shpjegohet aty pse është shirk i vogël, se zemra është kthyer ka dikush tjetër krahas Allahut ose ka menu është një lloj animi ka dikush tjetër krahas Allahut. Ktu i na udhëzu. Për udhja është kur ti ballafaqohesh me sfidat e jetës, pjesa e përudhjes është kjo pjesa kur nisin stuhit e jetës, dagët e jetës me të godit, edhe ti domthonë në çdo moment që e keni vështirësi më njëherë kthehesh ka Allahu, jo ka dikush tjetër krahas Allahut. Kjo është përudhja. E cila është më e madhe? Udhëzimi apo përudhja? Përudhja është më e madhe. Cila është më sfiduese? Cila na merr këtë jetën? Na merr këtë e dyta. Së mundesh librin e tauhidit një javë, domthonë e ban iniciativë dhe ngon komentari më shembull. Ama me një javë, më rrin këto shkallë të mëdha. Nuk më rrin këto në një javë, këto duhet shumë punë. Ndaj domthonë është një thirrje në kuadër të këtyre ajeteve që me kuptu që Islami dhe feja Allahu subhanahu wa taala lyp prej robit, saktësisht domthonë Allahu lyp prej robit dhe natyra e Islamit është e tillë që çdo herë me qenë në përpjekje të shtimit të përudhjes dhe hyjmë sa më fell në rrugën e Allahut dhe sa më larg mu lagu pikufive të Allahut subhanahu wa taala. Domthonë sa më shumë që e shton udhëzimin, rrjedhimisht për udhjen, rrjedhimisht në nshtrimin i bie që i du shku në thellësitë e nënshtrimit ndaj Allahut, edhe duke u distancuar nga ato pikat e humnerës, e shpesh në anifetaria kena kryesisht buzë humnerës. Një stuhi e vogël na çet në tona. Një stuhi e vogël, një sprovë e vogël, një dyshim, ndoshta një bisedë që si kemi menduar, ndoshta dikush udhës na i thot një diçka, apo na xhumen janë atona. Ose mjafton dikush më thon, çka çeriti, pse çka shumë e fe mor, apo ka me ardhur dita që kemi rënë pishman që vitet më të mira të jetës je morë me do tema të feja se kish ju jetën këtu çka. Nëse jetë informatat, kjo të lëkund. Aho nëse jetë në nshtrimi këtu e taj xheneti, te e shia. Ndaj na për shembull kur e shpjegojmë çka është Islami për shembull, apo? Realisht ky është kapitulli. Islami dhe dallimi i tij me imanin. Çka është Islami? Si fjalë, si nocion, rrjedh prej el-istislam, që është në nështrim, që është dorëzim, domthonë mu dorëzu. A mund dikush më konën i dorëzuar dhe i trazuar një herazi? A mund të jetë dikush është dorëzu, edhe është i trazum, lëviz, është i lëkundshëm, është i parahatum. Realisht ai i cili është dorëzuar, ai domthonë është para një akti që s'ka më lëvizje. Mirë po, kur ti e ki një lloj islami, një lloj fetarie që ka islam po ka trazim, atëherë i bie që jetë kjo shkalla e parë, që është thjesht islami optimal. Nuk i ora lotë imani. Se imani ka në shtrim, ku nuk ka trazim. Domethënë, nëse ti e ke një fetari e cila alo ka krizën farze, atëherë jetë Islami, nuk jetë imani. Imani është një shkallë e shtuar e në nshtrimin ndaj Allahut subhanahu wa taala. Thot Allah subhanahu wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah. A ka dikush fetari më të mirë se ai që e ka nënshtruar fytyrën Allahut? Nuk ka thonë ai i cili është nënshtruar Allahut. Po ka thonë e ka nënshtruar fytyrën, se kjo kulmi. Kjo është kulmi i nënshtrimit. Nëse se ki pru fytyrën dhe pjesa e përuljes së fytyrës para Allahut, o pjesa e rehatis. Domthon këtu çka do të ishte e kundërta? E kundërta do të ishte kryenesia dhe kundërshtimi. Do të ishte rebelimi, do të ishte momenti i mëkatimit ku ti ngre krye, se ki ul fytyrën para Allahut. Që i vije domethënë te shkalla e imanit, ai që ngre hun, ai që ngre kryta, ai las kam rriç aty. Domethënë nuk i nënshtrohet Allahut në farze, nuk i nënshtrohet Allahut në obligime të mëdha, ose i shkel kufit e Allahut të mëkatet. Ky ala është u ngre kry. E Allahu do ta ka fetari dikush më të mirë se ai i cili e ka nënshtruar fytyrën para Allahut te baraka wa taala. Idh qala lahu rabbuhu aslim, qala aslamtu li rabbil alamin. Kur Allahu i tha Ibrahimit alayhis salam dorzohu, e them ju kom dorzuar Zotit të botëve. Pse thot Zoti të botëve? Por me thirr çat domethënia që sa herë që ti e menon madhështinë e Allahut,
nuk i bën ndryshe fetaria e kuptim plot vetëse më nënshtru Rabbul Alemini të e diet që të e menu absolutësinë Allahu Zoti i botëve. S'ka thonë ju kam nënshtruar të mëshirshmit, s'ka thonë ju kam nënshtruar bujarit. Unë kam nënshtruar Zotin bota se që kjo është natyra e përshtatshme për mua si rob. Që kjo është natyra e përshtatshme e imja, domethënë si krijese Allahut subhanahu wa taala. Ndaj dietar kur kam marrë këtë këtu për me definuar çka është Islam, kanë thonë ti nënshtrohesh Allahut, saktësisht të nënshtrohesh brendsinë tënde dhe të jashtëmën tënde. Do nëse dikush e ka nënshtruar vetëm aspektin e jashtëm, apo nuk ka ardha lotë Islami. Duhet ta nënshtrojë edhe pjesën e brendshme. Ti nënshtrohesh Allahut, saktësisht ti ta nënshtrosh brendsinë tënde edhe të jashtëmën tënde, veprat e tua para Allahu subhanahu wa taala, duke ju përmbajtur fesë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Nuk mundesh më nënshtruar çdo do kohë. Do nëse dikush për shembull i nënshtrohet Zotit mirë po jo me fenë e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, me shpallën që ka shpallë Allahu subhanahu wa taala, i bie se s'ka ardhën te Islami. Çi kjo në rëllëzër, që i bie të nënshtrohesh Allahut me anën e brendshme dhe të jashtme, duke ndjekur domethënë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Çi kjo është ajo që mundesh me thonën përmbledhja me një fjalë hadithit të Gjibrilit alayhis salam. Domethënë, Islami, imani dhe ihsani të hadithit Gjibrilit të çka, më nënshtruar Allahut dhe ky nënshtrim nën kupton të nënshtrosh pjesën e brendshme edhe pjesën e jashtme tënde duke ndjek fenë e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe nëse është feja nënshtrim, atëherë nënshtrimi nuk mund të jetë një shkollë. A është e qartë? Nëse është nënshtrim, nënshtrimi, për shembull, jashtë fetarisë për shembull, a mund të më ka nënshtrimi i njëjtë? A mund të jetë një nënshtrim ku ka për ulje më shumë se sa tjetri i njëjtë? A mund të jetë një nënshtrim ku ka nguti për ta kryer detyrën, edhe aty ku shkon pak si me prolongim edhe me shtymje, aty ku ka shumë zemër, edhe aty ku nuk ka, aty ku ka shumë elan edhe vullnet edhe dashni për më nënshtruar, edhe aty ku shkon pak si me zar, nuk mund të jetë njëjtë. Nëse nënshtrimi kët nuk është i njëjtë, atëherë në Islam nuk është i njëjtë. Dhe nëse nuk është i njëjtë, atëherë i bie që fetaria do të jetë shkallë. Edhe në betejën kena vëvate cila shkallë po duhet me mërri. Dhe varësisht shkallës ku je sot, ki më kanë nesër në ditën e gjykimit kur desh para Allahut te bareke te. Andaj kisha pas dëshirë me bëni ndalje të shpejtë, edhe pse nuk është metodologjike në kuadër të ligjëratës. Për shembull, Allahu subhanahu wa taala ne ka përmend ngjarjen e Ibrahimit alayhis salam me djalin e tij Ismailin. Me babë birë me një edukim dhe rrjedhimisht ai edukim përbën për neve shembulltyrën e nënshtrimit. Kur Allahu subhanahu wa taala frymzon me ëndër Ibrahimin alayhis salam për me duke parë në ëndër sikur po e flian fëmijën e tij dhe pastaj vjen edhe domethënë i ka thonë djalit vet, domethënë që të kompakt si sa e kështu me radh, në mënyra se si domethënë i tregon nuk është që më mor leje, po me mu bë gati për sprovën e radhës. Dhe sprova e radhës është sprova e vërtetimit të nënshtrimit. Edhe ai vjen me këtë edukatë dhe i thot babas vet, ifal ma tu'ma se tajiduni insha Allahu min as-sabirin. Bëj atë çka ti urdhërohesh dhe do të më gjesh prej inshallah prej durimtarëve. Domethënë, a është kjo fjali e Ismail alayhis salam e ngjajshme me iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Vetëm ty të adhurojmë, të bindemi, të nënshtrohemi. Edhe vetëm prej teje ndim kërkojmë. Inshallah kam të bëj sabër. Domethënë, kuptimi i fetarisë është kjo, unë kam u përpjek, ti ke më ndihmu, për ty e baj. E tashti, Allahu nuk e ka vënë në një sprovë reale në kuptimin që ka ndodhur mas pronë ti çaja. Thjesht ka dashur Allahu me na lënë neve si, domethënë, një prirësive për pse ka ndodhur këtë ngjarje, me na lënë që shkalla e nënshtrimit s'ka kufin. E dikush diellat çështu më vërtetu. Dikush diellat çështu më vërtetu. E nëse ajo është vërtetu që aty, ti dush më bogati me flijue në interes të kësaj dynjaje, në çeft të kësaj dynjaje, me një zakon tonin të kësaj dynjaje, shumë shkaki me fliju, shumë i rahatum, sepse domethënë kemë pasur me ndihmën e Allahut, se ti në vazhdimsi thu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dhe sa herë që mendon që ti i adhuron Allahun dhe e adhuron Allahun duke kërkuar ndihmë vetë Allahu subhanahu wa taala, duhesh me menu që je në një përpjekje, kulmi i saj është Ibrahimi alayhis salam si model, po na kena me shku me shkallët e tona që mumi me lenë Allahut te bareke dhe na jena pasues të Ibrahimit alayhis salam. Dhe saktësisht si pasues të Ibrahimit alayhis salam në vazhdimsi duhet me u thirr pikërisht ky mentalitet dhe kjo mendësi. Thot Allahu subhanahu fa in hajjuka fa qul aslamtu wajhi lillahi wa man ittaba'an. Thuaj nëse ata ty të kundërshtojnë, të tjerët kundërshtojnë për përcaktimet e tua, thuaj unë kam dorëzuar fytyrën time për Allahun dhe ata që më ndjekin mua janë çështu. Ata që më ndjekin mua e kanë kuptuar që fytyrën do të më janë nështruar Allahut subhanahu wa taala. Ktu kisha pas dëshirë në vëllezër me bëni një ndalje të reflektimit përbashkët për arsye të disa realiteteve që po na i zhbojnë kulturën e nënshtrimit
edhe po na nxjerrin në shtrimin si realitet shumë të skajsh, shumë të periferik të fesë. Na për shembull në jetë, pjesë të rububijës që e besojmë Allahun si Zot edhe krijues dhe furnizues, e shohim që çdo mirësi që na vjen në jetë është prej Allahut. Çdo mirësi që na vjen në jetë është dhuratë prej Tij. Edhe na nuk dyshojmë këtë, se këtë jena udhëzuar dhe jena përudhur. Jena udhëzuar dhe jena përudhur. Jena udhëzuar, domethënë, që çka të vjen e mirë në këtë dynjë është prej Allahut. Apo? Edhe kena mësuar tu kapitull të librit Tauhidit se të librat e tjerë se çish i bëhet që çdo mirësi është prej Allahut subhanahu wa taala. Çish i bëhet të mirësit, keni vëmend, çish i bëhet të mirësit me dal pi të udhëzimi me dal të përudhja. Në Allahu të ka dhënë fëmijë, Allahu të ka dhënë familje, Allahu të ka dhënë shëndet, Allahu të ka dhënë siguri, Allahu të ka dhënë shtëpi, Allahu të ka dhënë punë, Allahu të ka dhënë fitime, Allahu të ka dhënë rahati, shumë çka, po, nis numëroj këtë mira që çdo ditë më shumë i ki se sa i ki pas dje. Çto udhëzimi është me thonë elhamdulillah. Udhëzimi çto është me thonë që këto janë prej Allahut. A shka i be për udhja? Thot Allahu subhanahu wa taala. Kadhalika yutimmu ni'matahu alaykum la'allakum tuslimun. Allahu a përsos juve mirësitë që ju të nështroheni. Domthon sa herë që të shtohen mirësitë dhe i udhëzuar për një i bie që të shtunë nështrimin te Allahut. A dini shumë fatkeqësia shumë muslimanëve që kur t'ju ndreqën në rrenët e kësaj dynjaje do psohet nështrimi. Domthon kur e ka një jetë optimale dhe mesatare, edhe është i udhëzuar, është më i përudhur. Kurse kur t'i shtohen të mirat, i shtohet suksesi, i shtohet pasunia, i shtohet fama, i shtohet karriera, i realizon ëndrat që ka pas, ai del nga përudhja kthehet në udhëzim. Nga përudhja ku ka qenë më i nënshtruar, kthehet te udhëzimi që po, këto janë të mirat prej Allahut. Po këtë e ki ditë edhe para 10 vjetëve që këtë mirat janë prej Allahut. Ama Allahu thotë se herë që unë ta përkryj ti mirësinë, ti do të më kalu nga udhëzimi në nështrim. Dhe kjo është përudhje, kjo është shtim i përudhjes për Allahun subhanahu wa taala. Ndaj këtu shpesh për na mungon një lloj fetarie që shumë njerëz që habiten me juve të rit, që ju shohin fetar thonë, edhe do të tjerë çtu si ju në kom, po pastaj alshun. Ose e kena pa këtë dramë ku dikush në 2-3 vjet e para është më entuziazmum, edhe mos nëna domthonë shkon edhe nis me lshu. Realisht na duhet mi bin njerëz që neve na ka pushtu feja. Edhe na ka pushtu fuqishëm, edhe veç synomi me na pushtu ama fuqishëm. Edhe domethënë e konsiderojmë humbje një jetë cilën do vist pushtimit nëse lirohet prej pushtimit fetar. Zguxon mu liru. Veç ka kanë me shtu territorin e pushtimit të fesë në jetën tonë, fesë në botkuptimet e tona, fesë në pikpamjet e tona. Dhe në çfarë drejtë na synomi nëse na prime të ulzum edhe të përudhën. Synomin me len Allahut edhe atë që ka shënuar me Haqiu, me sanad sahih prej Abdulrahman ibn Abi Lejlës, kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kontu mojt hutbe. Ka qenë duke u ligjeruar në xhami, edhe vinë sahabët e tij, edhe ulën edhe dëgjojnë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, edhe Abdullah ibn Rawaha ka qenë tuar prej larg. Edhe ka një zonin e Rasulullahit sallallahu alaihi wasallam duke thënë ijlisu, ulnu. Ai u kontu drejtu dikujt aty parë, jo aty në shenjë jashtë xhamis. Që aty ku e ka një Rasulullahin sallallahu alaihi wasallam ti thon ulu, është ul me një herë. Nuk është kjo urdhëres fetare në kuptimin që jena me një dispozit. E ka një zonin e Rasulullahit thon ulu, me një herë kimi nështru. Edhe pastaj kur del pejgamberi sallallahu alaihi wasallam xhamis i thot zadakallahu hirsan ala tawaiyati Allahi ta'ala wa tawaiyati rasulih. Allah ta shtoft që këtë kujdes për më nështru Allahu te më nështru pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Allah ta shtoft se kjo kujdes. Do të thonë sa është kujdes? Kujdes është dençat drejtë sa është transmetuar sikur se ka shënuar Imam Hakimi prej Nafiut, thot law ra'aytu ibn Umar yatba'u athara rasulillahi sallallahu alaihi wasallam laqult hadha majnun. Thot më pas pa Abdullah Umerin mos i ka vdek Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, shukon interesum bash 100% ku e ka pa Rasulullahin tul tu hes, çka do koft? Çka do koft? Derisa kanë disa transmetime që e kanë pa ndonjëherë duke u kërrys. Ka thonë çtu ka një pemë është krys pa mesëm, ajo nuk ekziston më ajo pemë. Veç është laku. Se çtu e kanë pa Rasulullahin tu laku. Që nuk është e kërkuar fetarisht kjo. Thot me vonë pas pa ti që kanë ndjekën Abdullah Umeri gjurmët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, la qulta hadha majnun, kisha thonë pionosh ky s'është mirë. Ky s'është mirë. Po neve nuk na intereson ana thonë të tjerët ai na mirë, as i na mirë. Ne na intereson Allahu që na sheh. E feja është me Allah me të pa të nështruar. Feja është me të pa Allah fytyrën të nështruar para Allahut. Feja është me pa Allahut që këtë hirs, që këtë kujdes, që këtë interes mrejna në zemër, që dy dom ju bind Allahut edhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Atëherë punojmë mu shpejt inshallah tek ajetet që i ka përgjellë domethënën autori. Ajeti i parë thot Allahu subhanahu fa akhrajna man kana fiha min almu'minin. Ne i nxorëm nga i fshat ata të cilët i gjetëm prej muslimanëve, mirë po e ka përmendur mu'minin, prej besimtarëve. Shtëpia e kujt?
është shtëpia e Lutit alayhis salam. Teksa Allah xhëre ka vendosur me i dënu atë popull. Thot ne nxjerrëm aty për aty venin kushdo që ishte domethënë prej besimtarëve, fa ma wajadna fiha ghayra bayti min almuslimin. Dhe nuk gjetëm asnjë përveç se një shtëpi prej muslimanëve. Me na dy ajete është përmend mu'minin dhe muslimin. Është përmend edhe Islami, edhe është përmend imani. Që i bie domethënë fillimisht keni vëmendje që para se me trajtu imanin edhe Islamin që kena me trajtu në kuadër të ajeteve tjera. A vreni shejbe më kanë në shtrum? I në shumë i bjerë, domethënë mundesh më kanë veç të këtë katunin. Mundesh më kanë këtë qytetin, domethënë s'tim punë ti kjo. Mundesh më kanë edhe që heni ngjarje jetike në botë. Domethënë Allahu këtë kam i dënuar ty me të shpëtu. Ai i cili është i nënshtruar, ai nuk mot çka ban Allahu me këta. Ai mot çka ban Allahu me mua. Edhe për familjen e Lutit, besimtar, përjashtuar gruan e tij, çka u kanë rëndësishme? E rëndësishme u kanë që kur ndodhen ngjarja, kina mi nxjerr ata që ishin mu'minin dhe aty e gjetën një shtëpi që ishin muslimin. Do të thonë, mu që kam interesant, a më jep Allahu emrin mu'min, edhe më jep Allahu emrin muslim. Mu kjo është. Do të thonë, për këtë arsye na nuk trishtohemi nga të qenit ghuraba. Madje emri ghuraba mund të veç me na shtuar vullnetin dhe motivin, për arsye se veç jetu mor emër, se nëse e kam emrin muslim, e kam edhe mu'min, e këtu po marr edhe tuba lil ghuraba, kjo veç mashton domethënë, lum për ata të cilët janë të huaj, ja banxhimin i rreth që nuk janë si ata. Kjo veç mashton të mu bindjen për më koni nështruar ndaj Allahut subhanahu wa taala. Kështu që shtëpina e Lutit alayhis salam Allahu po e quajnë domethënë që është shtëpi min al muslimin. Tamam. I bie që po vjen si sinonim i domethënë i mu'minin. Dhe këtë inshallah kena me trajtu tutje. Ajeti i dytë thot Allah subhanahu. Qalat il a'rabu amanna. Arabët kanë thonë, erdhëm të imani, besuam. Është përdorën imani. Qul lam tu'minu. Thuaj nuk keni besuar. Domthon arabët, është për shembull al-arab ata që kanë jetuar në viset e larta, jo ata që kanë jetuar në qytetrimin e qyteteve dhe fshateve, po ata që kanë jetuar si nomadë. Thot, arabët kanë thonë besuam. Thuaj nuk keni besu. Pastaj thot Allahu, "Walakin qulu aslamna." Mi po thuni kena hin islam. Mos thuni kena hin te imani, po thuni kena hin te islami. "Walamma yadkhulu al-imanu fi qulubikum." Dha koma imani nuk ka hyrë në zemrat e juaja. Nuk ka thonë, keni vëmendje, nuk ka thonë ju s'keni iman. Ka thonë imani ala s'ka në zemër. Çka i bie që është proces nga kalimi i shkallës së islamit në shkallën e imanit. Po të kishtë thonë si ju ka hi imanin, po të kishtë qenë fraza jashtë Kuranit, ju s'keni iman, atëre ish kanë diskutim i trajtu këta, e musliman as janë musliman. Që i vija ekzistua ka mundësia, mu kanë dikush musliman, mu kanë muslim, pa akoma mos me mbrinje shkallën të qenit, mu'min. Dhe kjo e nënkupton që kjo është qenë ka shkallë në proces të ngritjes dhe shtimit të nështrimit ndaj Allahut subhanahu wa ta'ala. Ndaj këta, al-a'rab e kanë pas islamin e deklaratës, islamin e shkallës minimum, ose islamin e asaj që për t'i trajtuar si musliman dhe për t'a fituar shenjtërinë e muslimanit. Mirë po jo islamin e imanit që është ato premtimet që janë domethënë për besimtarët. Ajeti i 3 thot Allah subhanahu: "Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat." Me të vërtetë muslimanët dhe muslimanët, besimtarët dhe besimtarët. Domthonë pinxher si dy realitete. Domthonë ky realiteti i dytë është në realitet i mëvetësishëm dhe jo më realitet domthonë si sinonim në rastin e këtij, domthonë këtë ajete. Dhe këtu vjen pastaj trajtesa që a ka dallim mes islamit dhe imanit? Po, ka dallim, sikur që kena me po inshallah edhe këto 4 hadithe që ka përgjithën autori. Hadithi i parë është hadithi i njohur që është Imam Ahmedi Muslimi prej Omerit radhiyallahu anhu, kur kanë qenë ulur me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Edhe vjen e dini ngjarën kur vjen Xhibrili alayhis salam e përshkruan hadithi kryesisht domethënë ardhin e tij dhe uljen e tij dhe kujdesin e tij për të qenë sa më edukun para pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe derisa vjen i thotë ja Muhammed akhbirni anil islam. O Muhammed tregon për islamin. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i thotë an tashhadu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadar rasulullah wa tuqima as-salata wa tu'ti az-zakata wa tasuma ramadana wa tuhajja al-bayta in istata'ta ilayhi sabila. I thot, Islami është të dëshmosh se nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut dhe se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është i dërguar i tij, të falësh namazin, të japësh zakatin, të agjërosh Ramazanin dhe të bësh haxhin në shtëpinë e shenjtë nëse ti ke mundësi. Hadithi i Xhibrilit është për haditheve më të qarta për me bën ndamjen ndërmjet Islamit edhe imanit, sepse hadithet e tjera që kemi cituar vihet re një lloj gërshetimi mes dyjave. Edhe i thot, po e thu të vërtetën, e rëndësishme, pastaj thot fa akhbirni anil iman, më trego për imanin, edhe i thot an tu'minu billahi wa malaikatihi wa rusulihi.
wal yawmil akhir wa tu'minu bil qadari khayrihi wa sharrihi. Të besosh në Allahun, në engjëjt, Allah subhanahu wa taala, në librat e tij, në të dërguarit dhe në ditën e fundit, si dhe të besosh në kaderin, qoftë i mirë apo domethënë lëndues i keq. E rëndësishme, kjo është hadithi i parë. Hadithi i dytë e shënon Imam Nesaiu në Sunan al-Kubra. Sheikh Shuaib thotë që hadithi është hasan, pe Bahz ibn Hakimit kur vjen edhe e kallzon atë ngjarjen se si ka ardhur me pranu Islamin te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Edhe mes tjerash i thotë që kom pyet pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, thonë: "Inni as'aluka biwajhillah." Po të pyes hatri fytyrës së Allahut. Domthon një lloj shtimi i peshës së betimit. Bima ba'athaka rabbuka ilena. Me çka të ka dërguar Zoti ynë tek ne. Me çka të ka dërguar Zoti ynë tek ne. Edhe i thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam bil Islam. Më ka thënë me Islam. Edhe tash i thotë: "Wa ma ayatul Islam." Cilët janë shenjat e Islamit? Janë argumentat. Ç'i bë më kon Islami? Çka i bë më kon Islami? Edhe tash pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë: "An taqula aslamtu wajhiya ila Allah wa takhallayt." Të thuash se fytyrën ja kam nënshtruar Allahut dhe të heqësh dorë nga, domethënë të adhuruarit e tjerë krahas Allahut, wa tuqima as-salata wa tu'ti az-zakat, edhe ta falësh namazin e ta japësh zakatin. Çka përgjigje pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është e ngjashme me përgjigjen e parë për Islamin të domethënë te hadithi i Xhibrilit, për arsye se këto më nënshtrua Allahut dhe me hek dorë nga idhujtaria është domethënë shahadeti. Hadithi i radhës e shënon Imam Buhari Muslimi fi Sa'd ibn Waqasit, thot qasam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qasma. Pa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pat me shpërndani, domethënë një plaçkë. Edhe i ka thonë dikush, saktësisht i ka thonë Sa'd, ja Rasulullah, a'ti fulanan fa innahu mu'min. Ka thonë ja Rasulullah, apo jep edhe filonit se është mu'min, është besimtar, është domethënë te imani. I ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, فقال النبي صلى الله عليه وسلم او مسلم او مش مسلم unë thonë jipi ja Rasulullah se është mu'min, pejgamberi thonë muslim, do thonë nuk e ka pranuar si definitive që është mu'min, po si muslim. Pastaj ka thonë 3 herë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, do thonë 3 herë ka thonë ja filanit që është mu'min, ka thonë mos është muslim. Edhe pastaj do thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e shpjegon arsyeën pse jep dikujt më shumë e dikujt më pak, ajo nuk është domethënë thelbi i ligjëratës. Edhe shënojmë Tirmidhiu hadithi i tjetër, shjalmoi thotë hadithi o sahih, prej Abu Hurairës thotë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, "El-muslimu men salima el-muslimuna min lisanihi wa yadihi." Muslimani është ai, edhe tash vjen e njëjta folje prej fjalës, domethënë prej 3 shkronjave që përbëjnë rronjën, që është sini, lami dhe mimi, edhe kjo përbën edhe rronjën e fjalës paqe, edhe rahati. Po edhe paqja dhe rahatia është kuadër të nënshtrimit se sa më i nënshtruar je më rahat dhe më në paqe. Edhe thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, muslimani është ai që të tjerët janë në paqe, janë në rahati, apo? Prej domethënën gjuhës edhe dorës së tij. Wal mu'minu man aminahu an-nasu ala dima'ihim wa amwalihim. Thotë dhe besimtar, dhe këtu është fjala mu'min, dhe folja është emine, që është domethënën rahatia, sepse edhe imani vjen rrjedh prej sigurisë. Këtu jo rahatia, por këtu është siguria. Te parë është sin, lam, mim që ka të bëjë me rahatin, kurse këtu është elif, mim, nun, domethënë që ka të bëjë me sigurinë. Thotë dhe besimtari është ai i cili të tjerët janë të sigurt, domethënë tek ai ose prej tij se përket pasurisë tyne dhe gjakut të tyne. Ku lidhet Islami edhe imani me këto 3 rroje, me këto 3 shkronja të 2 rrojeve, sepse nuk mundesh më konsideru mu'min pa qenë shumë i sigurt në përcaktimet e tua. Dhe fjala iman rrjedh prej sigurisë. Fjala iman rrjedh prej sigurisë, shkaku që ti je shumë i sigurt. Ti je shumë i sigurt që do të më bindë Allahut. Ti je shumë i sigurt që do të më realizoj këto. Ti je shumë i sigurt që kemi fituar xhenet. Si ti nënshtrosh Allahut kemi fituar xhenet. Dhe shumë i sigurt që je i kërcënuar me xhenem nëse nuk i bindesh Allahut te baraka. Domthon, çto në rrezë tekste japim më kuptues që ekzistua ka një shkallë që është Islami dhe shkalla e cila domethënën është imani. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin e Xhibrilit po jep 2 shpjegime, të dallueshme dhe të veçanta kundrejt njëri tjetrës. Mirë po, përgjithsisht dietar kur i morim mi harmonizu këto argumente, japin një konkludim siç vjen. Islami përbën pjesën e dukshme të fetarisë. Islami përbën pjesën e dukshme të fetarisë. Ndërkaq imani përbën pjesën e brendshme të fetarisë. Imani përbën pjesën e brendshme të fetarisë. Ndërkaq kur këtu përmenden veçmas, nëse veçmas përmendet imani e ngërthen në vete Islamin. Dhe kur përmendet Islami e ngërthen në vete edhe imani, sikur që kena me pa në argumentet përkatëse. Me po si shkallë e afrimit me Allahun, Islami është jetësim më i përkryer, imani është dhe si shkallë, imani është, domethënë, jetësim më i përkryer se sa domethënë Islami. Tek Islami është dikush që i bën shahadet dhe ka diçka pi fesë që e vërteton që është musliman.
kurse te imani është ai i cili ka kryer obligimin ndaj Allahut dhe u shmang mëkateve të mëdha. Ai i cili në shkallën që është, me dalë për Allahut e meriton xhenetin. Me dalë për Allahut e meriton xhenetin e tij. Kështu që ideja të qenit vetëm musliman e jep një garancion për këtë dynjë, më po nuk jep shumë garancion për ahiret. Ndërkohë që ideja të qenit tek imani jep garancionet e mëdha të dynjës edhe të, domethënë, ahiretit. Për shembull, e shohim Muhamedi prej Amr ibn Abasës, ka ardhur dikush ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ja Rasulullah, mal islam. O do Allah, çka është Islami? Edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë, e yuslima qalbuka lillahi azza wa jall. Zemra jote ti nënshtrohet Allahut te baraka ve taala. Wa an yaslama almuslimuna min lisanika wa yadik. Edhe ka thonë, dhe muslimanët janë rahat të qetë për gjuhës tënde dhe dorës tënde. Thonë fejul islami afdal, cili islam është më i mirë? Cili islam është më i mirë? Thonë el iman, islami më i mirë është imani. Islami më i mirë është që imani kur ti mrin edhe e jetson nëpër kryerje fetarin tënde, ka thonë omel iman, e ka thonë çka është imani? Ka thonë tu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal ba'thi ba'da al-maut, dhe të besosh në Allahun, në engjëjt, në librat e tij, në të dërguarit dhe në ringjallje. Domethënë islami më i mirë është që islam që ka mbritë zemra. Që islami i cili është lidh fort me këtë besimin, që ky besim të ka vënë lëvizje, edhe ka shkruar raporti reciprok i jetësimit të, domethënë, islamit në përkryer. Domethënë imani dhe islami janë sinonime. Imani dhe islami janë sinonime, po edhe kanë kuptime të veçanta kur përmenden domethënë bashk. Kështu që për me qenë më e qartë, islami përbën pjesën e jetësimit praktik. Dhe ne me njerëzit mirë më kryesisht mi afru te islami njerë. Po edhe llogaridhënia në dynjë që ka të bëjë aty ku ka, domethënë, jetësim të islamit nën autoritetin e pushtetit islam, ka të bëjë me islamin, ndërkohë pjesa e imanit është pjesë e padukshme. Pjesa e shtimit edhe pjesa e besimit është domosdoshmë pjesë e padukshme, edhe aty veç nëse duhet një deklaratë. Përndryshe, ajo ngel domethënë si pjesë e brendshme. Shënojmë Muhamedi dhe Ibn Majah, që Albani thotë që hadithi është sahih, për Buhari thotë kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idha salla ala janazatin yaqul. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur e falte doni xhenazë u lutesh kishte si lutje kësaj. Edhe ka bë dua pejgamberi sallallahu për të vdekurin dhe mes tjerë ka thonë Allahumma man ahyaytahu minna fa ahyihi ala al-islam. O Zot, kujdo që jep jetë prej nesh, jepi jetë në islam. Kujdo që jep jetë prej nesh, jepi jetë në islam. O man tawaffaytahu minna fa tawaffahu ala al-iman. Këdo që ja merr jetën, kudo që ja merr shpirtin, këdo që e bën të vdes, mundësoj me vdek në iman. Çka është kuptimi i këtij hadithit? Që nëse mesmi gjallë me mujt alon me jetësue me praktik islamin. Ndërkaq nëse domethënë vdesim atë me shku me iman te Allah subhanahu wa taala, se me të vdekur ti mos ki diçka tjetër. Ti se ki mo islamin e praktikës, se ki vetëm atë që ka bëj domethënë me zemër. Domethënë njeri kur vdes i nalët vepra, e cila ka të bëjë me jetësimin praktik të fesë Allahu subhanahu wa taala, mirëpo, domethënë e merr me veti komplet fetarinë e tij, e cila është domethënë në zemër. Ndaj thotë Ibn Rajepi, thotë nëse e kshyrmi këto këto domethënë argumente, i bie që imani është ajo pjesa e besimit edhe vërtetimit që ka të bëjë me zemrën, edhe pohimi edhe miratimi të vërtetave që duhesh me i besu, edhe me i njoft. Domethënë zemra me të njoft ato të vërteta, dhe pastaj Islami është ai i cili ka të bëjë robi me unështruar Allahu subhanahu wa taala nëpërmjet gjymtyrëve të tij dhe praktikës së tij, edhe përcaktimeve të tij domethënë të dukshme, saktësisht është fetaria e prekshme, fetaria e veprës. Mirpo, sa më shumë që shtohet Islami, shtohet imani, dhe sa më shumë që shtohet imani, shtohet Islami. Domethënë nëse dikush fjala bie pretendon iman pa Islam, apo në kuptimin e besimit të brendshëm po pa jetësim, domethënë kjo bie ndesh. Dhe dikush i cili pretendon shtim të bindjeve fetare që kanë bënë me pjesën e besimit të dogmës, po pa jetësim, pa e çu ky besim, ti beson Allahun por nuk i nështrosh Allahut, apo kjo bie ndesh, edhe këtu nuk është realisht domethënë thelbi i ligjatës, mirë po duhet me kuptuar që për me fitu xhenetin, për me fitu premtimin e Allahut, do të me pasën domethënë Islamin edhe imanin. Me pas Islamin edhe imanin, ndërkaq që ihsani është shkallë domethënë edhe më e shtuar, mirë po nuk e kena domethënë pjesë të ligjatës sonte me lenë Allahut, ndaj komponentët e Islamit dhe komponentët e imanit. Komponentët e Islamit dhe komponentët e imanit janë kush me xhenet. Cili do komponent që mungon, të rrezikon me xhenem. Cili do, domethënë për shembull se dikush i ka krejt, a mu haxhi nuk e bën. Ka mundsi me bën edhe e shpërfill haxhin. A është i rrezikuar me xhenem? Po, është i rrezikuar me xhenem. Nuk kena diskutuar a ka dalë pi feja, s'ka dalë pi feja.
A është i rrezikuar me xhenem? Po, është i rrezikuar me xhenem. Ndaj na e vëmë re për shembull, hadithin që shënim Muhamedi dhe Imam Buhariu prej Talha ibn Ubaydillah, kur tregon se ka ardhur dikush pi Nexhdit, me pyet pejgamberin sallallahu alaihi wasallam për farzët, apo edhe pyet çka është që duhet mu nështruan e Zotit, edhe ka thënë këtë obligimet. E dini hadithin atij që vën pi Nexhdit. Ai vazhdimisht e pyet pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, "Hal alayya ghayruha?" Akoma lon diçka tjetër përveç kësaj? Akoma shumë se sa xherimi farz i Ramazanit, akoma shumë se sa farzët e kështu me radhë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë illa an tatatawwa. Përveç nëse do me bëna nafile. Edhe pastaj i thot wallahi la azidu ala hadha wala anqus. Pashallah, as nuk shtoj as nuk pakoj. As nuk shtoj as nuk pakoj te kjo pjesa optimale edhe bazike, fundamentale që më pas te imani edhe te Islami. E pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë aflaha in sadaq. Ka shpëtuar nëse ka pas për një që tha që i realizon po atë sa janë. Që i bie domethënë shpëtimi është i kurzuar me jetësimin e Islamit edhe të imanit, ose hadithi tjetër që shënon Muhamedi Buhariu Muslimi për Abu Xhamrës, thotë i kom qenë thotë një herë te Abdullah ibn Abasi, kur kanë ardhur waft saktësisht kur e ka kallzuar hadithin e waft ibn Abdul Qaisit, në delegacionit të ibn Abdul Qaisit, fisit ibn Abdul Qais, kur ardhur te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe ata i kanë thënë Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Famurna bi amrin faslin nukhbiru bihi man wara'ana nadkhulu bihi al-janna." Ona mundosh e Rasulullah më ne kallzue kështu prerrazisht çka duhet me bëna. Prerrazisht çka duhet me bë, që çata t'ja kallzohemi aty në shekin alon të shtëpia, wa nadkhulu bihi al-janna. Edhe me këtë himin në xhenet. Edhe pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja kallzu kryesisht çka imanin dhe Islamin. I kallzue çato që na i kanë atë kushtet e imanit edhe shtyllat e fesë Allahu subhanahu wa taala që është domethënë Islam. Ndaj ajo që do të më përcjell si mesazh me këtë me përmbyll, është që matjen e shkallëve të fetarisë duhet me shtu për udhjen të secila shkallë, të secila shtyllë dhe secila kusht, secili kusht. Domthonë çat hyrjen që e bëna në fillim. Udhëzimi, për ditë të cilat janë kushtet e imanit. Shkëpe për udhja. Për udhja është mi shtu çtu. Për shembull, nëse ti merr adhurimet e zemrës, në cilin folder palohen adhurimet e zemrës? Të besimin në Allahun. Se ti nëse fjala bie për shembull të adhurimet e zemrës, e ki frikën për Allahut. Cila të forcohet shtylla e imanit në Allahun. Ose nëse çtohet shpresa në Allahun, cila forcohet? Ajo pikërisht çajo forcohet, të besimi në Allahun subhanahu taala. Ose për shembull, nëse fjala bie jetë dhikri. Dhikri çka mundet me ta forcoj? Këtë ibadetat i forcon dhikri. Këtë ibadetat i forcon dhikri. Ndaj na duhet me bëni përpjekje nga kjo ligjërat tutje me matë dhe me reflektu si shpesh. Apo rrimi veç te udhëzimi, apo nga udhëzimi po kalomi në, domethënë në përudhje. Dhe matjen kryesore në jetë të përudhjes me paste të domethënë Islami dhe të imani, sidomos këtu po do të nënvizu dhe me këtë me përmbyll. Në vazhdimsi, me insistu që prej matjeve të përditshme, jo javore, se javore i bë shumë keq. Jave të përditshme, ku është përudhja, mu kanë tema e namazit. Nuk është asnjëri prej neve që e ka prunë namazin ku duhet. Allah ka shumë për të bërë për me arta e namazit që e lyp Allahu prej neve. Që i bie domthon procesi i shtimit të udhëzimit dhe rrëdhëmisht i përudhjes së shtuar për gjanave që në përditshmëri do të më kanë namazi. Domthon, para se më merr me flet, domthon galën që e ki për namazin, galën që e ki për diçka shatkaik të namazit, galën që e ki për namazin në kohë, galën që e ki për namazin me xhamat, galën që e ki për koncentrimin edhe khushuin namaz. Galën që e ki sa ki bë dhikra, sa ki lezu Kur'an gjatë këtyre namazeve. Ose sa je i sigurt që gjendja jote imanore dhe shpresimi i Allahut ka qenë nivel për të pranuar ky namaz tek Allahu subhanahu wa taala. Domthon, shumë të më gjon për me thonë që e kom kry. Është qartë, sidomos është një kurth kanë erë për shejtanit. Domthon, jo që nuk ngacmon, po është që je i fortë nga një kënd i namazit dhe të krijon ose ta shton një lloj gafleti të një pjesë tjetër të namazit. Për shembull, je qëndron mirë te namazi me xhamat, edhe krejt që aty ta bën për shembull betejën e namazit, edhe nuk e ki fjala bie për shembull frikën e pranimit. Nuk e ki për shembull pjesën e shpresimit tek Allahu subhanahu wa taala. Nuk e ki pjesën e khushuit. Ose dikush e ka me khushu edhe ka me shumë përkushtim, por nuk e ka me namaz me xhamat. Edhe rrëdhëmisht ai mendon se me namazin e tij s'ka. Realisht namazi është një pjesë e madhe fetarisë që është zor me ardh herët njëri më thonë që e kom prunë modelin më të mirë, madje edhe kur vinë modelin më të mirë, në zakonisht shigjetat e armikut, saktësisht shigjetat e shejtanit zakonisht më shojnë aty. Zakonisht më shojnë domethënë tek namazi dhe nëna të po domethënë që shpesh çelet një temë
në vazhdimsi të udhëzuarit janë të dobët në temat të namazit. Për shembull, ti e çe namazin, fjala bie për shembull namazin me xhamat të udhëzuar janë dobët. E çe namazin për shembull temën e namazit, fjala bie sforcimi i farzit nëpërmjet nafileve. Sforcimi i farzit nëpërmjet suneteve. Domthonë janë dobët. Mos flasmi më për njohjen e dispozitave, mos flasmi më për njohjen e ahkameve të namazit që ka xhehel të madh. Dhe kjo tregon që o tu rreziku edhe ka xhehel edhe ka kriza kush. Domthonë diçka që përbën Islamin dhe përbën imanin. Mirë, po për dallim pikë shtyllave të tjera të Islamit, kjo është shtylla më e diskutueshme ai musliman as i musliman se të mungon. Është shtylla më e diskutueshme që domethënë nxjerr në pyetje, domethënë thjesht ai domethënë pjesë e Islamit apo domethënë nuk e. Lut Allahu azza wa jalla na bë të devotshëm, më na shtu në vazhdimsi imanin dhe shtimi i imanit si për udhje, me qenë një për projekte më të mëdha në jetë që synojmë punojmë për me bë, edhe Allahu na mëson me mri, edhe na frymëzofsh me mri, edhe shka do që e mbrimi prej fetaris, Allah mos më ne hub. Mos më ndodh doni syfatsi ose ndoni mendim i keq për Allahun që më na hub në dynjë, ne mos më gjetën në ahiret. Sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad.